Sa kushton të jetosh me qira në Shqipëri? A është Tirana qyteti me qirat më të larta? Rritja e qirave nuk është më një fenomen i përkohshëm. Sipas Instat, në nëntor të 2025-s, qirat shënuan rritjen më të lartë të çmimeve me rreth 6.7%. Familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, veçanërisht çiftet e reja, e kanë gjithnjë më të vështirë të përballojnë banesa me qira, sidomos në Tiranë dhe në zonat bregdetare si Durrësi, Lezhë dhe Vlora. Nga vëzhgimi në terren i tregut imobiliar, rezulton se apartamentet 1+1 në zonat e kërkuara të Tiranës arrin deri në 900 euro në muaj, ndërsa një 2+1 pranë stadiumit Air Albania mund të shkojë deri në 1.800 euro. Në ish blok, një apartament 1+1 kushton mesatërisht 800 euro, një rritje me 16% krahasuar me një vit më parë. Gjetja e një apartamenti nën 400 euro brenda vijës së verë të Tiranës është bërë thuajse e pamundur. Faktorët kryesor janë interesimi të huajve, nomadëve digjital dhe përdorimi masiv i banesave për Airbnb, e cila ka reduktuar ofertën për qira afatgjate. Po ashtu, çmimet e larta për blerjen e një apartamenti i detyrojnë familjet të qëndrojnë më gjatë me qira. Disbalanca mes të ardhurave dhe qirave mbetet e thellë. Ndryshe nga vendet e Bashkimit Evropian, ku qirat janë të rregulluara me ligj, në Shqipëri mungon çdo mekanizëm mbrojtës për qiramarrësin, duke e lënë tregun të parregulluar. Ekspertët paralajmërojnë se pa politika mbrojtëse dhe një kuadër ligjor rregullues, strehimi rrezikon të kthehet në një barë të papërballueshme për qytetarët shqiptar.